jo. Në këtë moment, jo, për dy arsye. E para se Spyropali fenomeni u zhduk, do fenomeni Spyropali doli përpara protestave, në momentin e protestave me gojën. Dhe fenomeni Koçeku pa e bën si në regjimin putinist në Rusi, e kërcënoi për vepër penale Koçekun që s'ka denoncuar ajo vetë, kërcënimin që ka marrë. Toni çfarë, kështu që nuk ka sot një njeri guxim aty sot dhe shfatkeqësi sepse pikërisht ata që sot do të guxonin, nesër është si puna të bësh një aksion sot që është shumë i lirë dhe nesër aksioni merr shumë vlerë për bie qeveria. Por nuk ka guxim. E para, dyta është se edhe një herë Rama ata e shohin sot, edhe ta sot që janë në PS që dhe sot, po e shohin fare mirë që këtë protest e ka të pamundur ta rrezoj këtë perandor Romak, që i ngjan më shumë Kaligulës, që dhe ai njësh për metoda që përbuste Senatin, për hypin në pushtet shkeli me këmbë gjithë ata që kishin ndihmuar, dhe pastaj nesër ka një histori shëndetësisht Kaligula. Të gjitha e shohin sot në mënyrën se si po ke PS-ja se si po të shpëndet Rama. Por e shprehin fare mirë, e shohin më mirë se ne ata që nga bënda, jo mirë që Rama jo kaq, po dhe 10 fishka kaq këtë bulevard nuk i kanë vetë. Se beku vetë është t'ia bërë litarin vetës në qafë, shkon në burg. Por kur nuk iku Erdogani, që pati jo të popullu, po pati edhe ushtrin, pati edhe drejtsin, pati edhe policin, pati edhe drejtsin, edhe nuk iku. Që i bëj puç, dhe sigur. Që Rama vetë nuk i kënë dhe këti para mirë. Pra, këta janë egzakt si populli iranian, egzakt si populli venezuelan, që presin një shenjë nga jashtë, një shenjë nga Dajsami, ose një shenjë nga Hall von der Leyen, që se bëj një lojë fjalësh Amerika me Burim, edhe një detaj se takon kësaj mbledhje. Pritshmërit janë të shumta. Mbase mund të ketë vetëm një deklarat nga kryeministri Rama, nga zoti Balla si kreu grupit parlamentar, edhe me patjetër mund të ketë edhe fokus edhe të fjalimit edhe tek Zvërneci. Ama mund të ketë edhe dyshime se mund të bëjë edhe disa ndryshime në kabinet. Sa mund të jetë probabiliteti që kjo të ndodhë? Jo ndryshime të mëdha, siç ishte rokada e 7 dikasterëve para pak muajsh që e kemi diskutuar së bashku, por nuk e di, më pak 2, 3, 1 fare, sa janë gjasa që edhe mund të ketë një ndryshim. Okej, sa janë gjasa që do ndodhi? Do ketë impakt sot. Jo, do ndodhi. Po sa janë gjasa që do ndodhi, do ketë impakt publik. Pik impakti. Sepse dhe gjithë sot e dim që është Rama që e para, kemu si Rama dhe gjithë e boja. Do më thonë, ata ministra që kanë qenë më pak aktiv në mbrojtjen e Ramës, nuk po them që kanë shara, po më pak aktiv, mund të denonsoj me të tjerë që janë shumë aktiv dhe për të tjerëve shikoni, nga hiçi mund të bëj ministra nëse ju po ashtu bëni aktiv në mbrojtjen që do të më shfaqni mua. Kjo është e përdor pushtetin si tjetër është patronazhisti numër 1. Pra edhe brenda partisë ti e përdor për nuk ka pikë rëndësie. Domethënë tek opinioni publik dhe mediat dhe sot për bërë sondazh nuk ka dim emrat ministrave, jo më t'i ndroj prapë, kështu që po, shpëndaj bombone. Jo të gjitha ato njihen kokrizash, të gjitha njihen në çdo vend. E qartë. Në vendet ato. Por nuk ka pikë impakti. Edhe një herë sot Rama, për mendimin tim, ajo që unë kam dyshim se do ndodh, është që mbase, si themi në Shqipëri, dinë kryenisht, do jetë pak ujë verës, pra do e zbusi pak atë çmendurinë të para me kundra blogerëve, kundra ato imitimet e flamingove, ato nazistët, fashistët, gjithë këto mbase sot do të Kristati ka thënë qetësoje pak, tregoj më empati, s'ka patur empati. Do të thotë që, shiko, i mbyllu tu sot pikërisht për dëgjuar për Zvërnecin ata s'kan të drejtë, pik, do të thëj, Zvërneci nuk kemi pronar, nuk kemi projekt, nuk kemi dhe në ndërtimi, gjithë atë që zbëri ke emisionin, se iku do të i fjaroj. Ama do të thëj, ka të drejtë, ke arsimi, ke korendi, ke uj, të mund bëhe i sot. Që të duket pak më në dëgjim të masave, por asgjë për mua figura e tij është e karbonizuar, është i djegur, është i Putini në Rusi, ato që të rinë në pushtet,
po ti bësh njerëzve sondazhe për shtëpia është një çmendur, një marrë, është një diktator. Të njëjtën gjë sa kjo protestë të imazh ka arritur të japi Ramës si një diktator. Mirë apo keq, ky imazh është dhënë dhe ai imazh nuk zhbëhet më si imazhi i Berishës tek ata që kanë jetuar keq në të shtatën dhe që urrin deri në vdekje. Këtë imazh ka marrë dhe Rama, pra është i shkaktuar. Burimi mund të bëjë një pushtet post në hyrje spaku, po më fal. 20 ditë protest, duket se do të vazhdoj të jetë në mënyrë permanente edhe në ditë të tjera dhe po shtrihet edhe në kohë. Është njoftuar të pak në rrjetet sociale që ka bashkësi apo qytetarë shqiptarë që jetojnë në vendet të ndryshme të Europës dhe botës që duket se do t'i bashkojnë në këtë datë dhe ditën e sotme me protestës në këtë të shtunë. Mund të ndikojë tek fryma protestet të bëhet më masive fakti që vinë edhe nga diaspora, dhe si e shikon ti dinamikën nga dita e parë kur nisi që kishte shumë pikpyetje, kush organizoi, si po organizohet, mbas edhe disa pikpyetje kemi edhe sot, kush qëndron pas, kush po e organizon, pse po ndjekin këto itinerare deri në mbylljen finale ku njoftohet se sërish ditën e nesërme do të kemi protest. Si e ke parë ti shtrierjen në 20 ditë të këtyre reagimeve? Ka shumë pyetje. E ke konti e zaurotësh të gjitha bashkë, pa të ndërhyrë. Ka shumë pyetje. Sigurisht, ajo nga ana e evolucionit në histori kjo është pranverët arabe. Pranverët arabe, sidomos ata që fillojnë në Tunizi, filloi me një shkëndijë me atë të studentin që kishte mbaruar shkollë fillar pa punë, shiste domaten në treg, dhe vjen ai profesuesi i fiskalitetit, që Hayau, dhe i vë job sepse se kishte shpërndar mirë domatet dhe patatet. Dhe aty i vë flakën vetes ai, aty filloi Tunizia dhe Rabenalia. Pra, edhe filloi crescendo dhe filloi. Kështu që kjo është gjë që është parë, në Francë pashu Jeri Verdh u pa, filloi pak nga pak Jeri Verdh dhe pastaj filluan dhe pushtuan gjithçka zgjati muaj tër, bilesi i biletit ishin një herë në javë, është shumë dhe kanë çdo ditë edhe shumë e madhe. Kështu që në këtë pikpamje nuk habitem. Është një koagulim. Fakti që vjen sot diaspora dhe sot këtë nuk habitem. Nuk besoj se do prodhoj atë që duan këta. Pra, as heqin nga projekti, sepse aty Rama dhe njës mund të rriket, është angazhuar shumë me arabët, dhe as vetë rrikin e Ramës, që është për mua është një utopi e ëmbël. Pra, nëse flasim për masivitet, nëse kërkojmë diçka kritike, janë mirë që vinë nga diaspora, por masiviteti do ishte më kritik kur gjithë Shqipëria të hidhesh në grevë. Edhe gjithë gjeneratat. Edhe prindit dhe gjyshit atyre që manifestojnë sot. Por do të njerëz që bllokojnë që në Shkodër, në Elbasan, gjithandaj. Në mënyrë që vetë policia të jetë sa më shpërndar dhe mos ketë mundësi të dominojë gjithë ato. Pra, nga ana e frymës është gjë e mirë, por nga ana e produktivitetit të një rezultati nuk kam besim se kjo do të çojë te dorëja e Ramës. Nuk do hiqet një autokrat, nuk kam sot shembull historik. Qartë. Një val protestash... Mëse do këtë kemi dhe një problem teknik me burimin në këtë lidhje, sa i takon valët e protestave. Pa problem, për ta mbaruar edhe artikulimin që pate.